بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Allahu subhanahu wa taala falenderoj, salatet për shëndetjet Muhamedit sallallahu taala alaihi wasallam, i dërgoj dhe adresoj familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, të nderuar të pranishëm, me lenin Allahut subhanahu wa taala, sot jemi me rafimin e radhës, i cili rafim ka të bëjë me një njeri i cili shkon dhe viziton dikonin fi sabilillah. Dhe ky rafim si fokus, si qëllim, e ka vizitën e njeriut që e ban për hir të Allahut rizalillah. Andaj këta ditë e transmetoni me Muslimi në Sahihun e tij nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, i cili tregon dhe thot se ka qenë një burr para jush, një burr u nis nga një fshat për të shku për ta vizituar një vllaun e tij, një shokun e tij me një fshat tjetër. Ndërkohë, duke hec ai, Allah i madhruar e dërgon një melaçe në atë rrugë, një melaçe që t'i dale atij njeriu të para dhe t'i thoje, pasi që ai kishte rrugën dhe i del në formë të njeriut dhe i thot ku je nis? Ai thot jam nis me vizitu një njeri, një vëlla besimtar në këtë fshat. Melaçja i thot a e ke të afërt familjar? Ai thot jo. Melaçja përsëri e pyet dhe e vet, a ka ndonjë send që ai ta ka bërë që ti duke ja kthy këtë të mirë që ta falenderosh? Ai thot jo. Atëherë melaçja e vet dhe i thot pse duke shku me vizitu këtë njeri? Thot un jam duke shku me vizitu vetëm për arsye se un e du për hir të Allahut azza wa jall. Atëherë melaçja i tha, me të vërtet Allahu mu më ka dërgu me të përgëzu sa Allahu ti të don ashtu siç ti e don vllaun tan besimtar për hatër të ti. Kjo hadith vëllazër, të cilin transmeton Imam Muslimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po tregon vlerën atij njeriu i cili shkon me vizitu dikon fi sabilillah. Vlera e këtij rafimit ngërthen që këtu janë disa stacione që besimtari mundet me pas vizita të ndryshme, vizita shembull të interesit, vizita të cilat janë të farefisit, vizita të cilat janë me shku me vizitu të një sëmur, këtë janë legjitime dhe tamam, nuk janë të ndaluara. Vizit me shku me bot qabën, vizit me bot xhamin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Mirë po me vizitu dikan fi sabilillah është puna më e madhe që dikush mundet me e bë. Andaj edhe këtë melaçe, Allahu kur e dërgoi gjatë rrugtimit, unal dhe e veti melaçja, pasi që ishte duke ecë, dhe ka në hadith bile shumë sakt me një kodrin, me një kodër i ka dalë. Edhe këto është urtësia. Se i ka dalë në kodër, se në kodër ja fillon njeriu mu unal, dikush e vjen pishman gjatë rrugtimit. Po këtu i ka dhënë motiv. I ka thonë pse ki dalë ti me vizitue këtë vllaun tan? Ku je duke shkue? Thot jam duke shku me vizitu këtë njeri fi sabilillah. Mos të ka bon ndonjë të mirë që ti je duke ja kthyja të mirë me falenderim? Tha jo. Tha mos ka ndonjë sen tjetër? Përgjigja ishte jo. Andaj i tha atëherë ki mishde prej Allahut, pasi që ti e don fi sabilillah, Allahu është duke don mishde ti që Allahu ti të don. Mjafton vëllezër në këtë hadith munol në disa segmente, disa stacione. Stacioni i parë është Allahu besimtarit i ka bëu vëllezër. Pa dallim race, pa dallim pamje, dukje, statusi financiar, Allahu njerëzit i ka bëu besimtarët vëllezër. Bilën hadith ka ardhur te pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, besimtarët janë sikurse një trup. Nëse dhem e një pjesë e trupit, i tërë trupi e ndin dhimbjen. Kështu muslimani duhet të jese. Edhe ai muslimani shkosh në Afrikë atje, me umi ndodh një fatkeqësi, dush më mërzit. Mas pakti me ndija dhimbjen. Ama nëse ti të kalon çdo të lashe, çdo kujt, pa e ndi,
kjo aludon dhe tregon që ti nuk e ki imanin tamam. E pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam tha, atë ju tregoj për disa vepra, në shohu se ju i bani, tha do t'jeni prej banorëve të xhenetit, edhe i ceki pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam. Tha një, tha mu bo besnik, mu koni sinqert, i e xhenetli. Mu kon shehid dëshmor, i e xhenetli. Mu koni njeri i cili e viziton i vllahun tan fi sabilillah, i tili do të jese xhenetli. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam normal vllazëllokun e ka tregu në shumë forma pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, sikur se rasti kur ka shkue në Medinë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, punën e parë çka boni i vllazëroi Medinelit me Mekelit. Këtu pa interes. Këtu ishte vizita e muslimanëve kur shkuan, i vllaznoi pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam pa interes. Ata shka ishin në Medinë s'kishin interes. Emur Selman el Farisiu shkoi te Ebu Dardaja radiallahu anhu dhe ati qëndroi te shtëpia e tij. Andaj edhe kur pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam i vllaznoi, Allah i lavdroi. Shka tha? Radiallahu anhu wa radu anhu. Ato janë të cilët Allahu është i kënaqur me to dhe ata janë të kënaqur me Allahun xhalla shanu wa xhalla xhelalu. Dashnia për Allah vëllazër është që me tërheq diçka e cila nuk është interes momental. Se ki po me dikonin të lidh udha, shkon në haxh, shkon në umre, është okay, ibadet është haxhi dhe umre, mos keq kuptomi, ose jemi një rrugtim të caktuar që është halal. Momentalisht që i duke prit para spitalit, ku e diku, edhe i duke bisedu. Amo kjo është për një interes caktuar momental. Vllazëllokë për Allah e diçka vllazër. Mos me tërheq diçka tjetër vetë se dy sene. Ibadeti ati njeriu që ja ban Allahut dhe e dyta morali i tij. Ka thonë ulemoja dy sene janë shenjat që ti e duke dash një njeri për Allah. Ibadeti i tij dhe morali i tij. Domthon me pas një njeri ahlak, kjo vllazër është që e duke e dash dikan për Allah. E ajo shka tregon që e don dikonin për Allah, ka thonë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah, vepra më e dashur tek Allahu është el hubbu fillah wal bughdu fillah. Me dash për Allah dhe mu rrejt për Allah. Kjo në vepra më mirë. Bile pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam që transmetohet që njoni prej të parëve ton ka shkuar në Damask dhe i ka pon Damask njerëzit që transmeton Ebi Idris el Khullani. Tha shkova në Damask dhe e pash një djalosh të ri në xhamin e Mevite, domthon në xhami, duke tregu ders në Damask. Edhe e pash këtë njerëzit për rreth ju kishin tubu, djali i ri, i heshëm, i pashëm, këtë ju kanë tubu për rreth. Edhe vetë kush është ky njeri, më thanë kjo është Muadh ibn Jabal radiallahu anhu, i cili ka qenë më i ditur për halalin dhe haramin nga koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dasha ta takoj smujta, të nesërmin erdha më herët që ato njerëzit që janë për rreth mos kese kallaballëk me bo muhabet. Mi po kur shkova ai para meje ishte në xhami. Kush? Muadh ibn Jabali ishte para kohë në xhami. Tha kur hina Ebi Idris el Khullani, tha kur hina në xhami, tha e pash çaj duke u fal. Bona sabër derisa e kryti ai namazin. Kur e kryti namazin, ju afrova atij dhe i thash: "Wallahi inni uhibbuka fillah." Pasha Allahun unë du për hir të Allahut. E vetë edhe një herë Muadh ibn Jabali. E Allah, apo shallojnë, për një me ki për Allah më doa? Po. Tha e Allah, për zyti, a për një me më do për hirtë Allah? Tha po. E Allah, për një me ki për Allah që më doa? Tha po. E tha nalu këtu atër. Tha po të regon një sen. Tha ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin e transmeton Muadh ibn Jabali dhe hadithi e i vërtet. Tha ka thonë Allahu te bareke ve taala, hadith kutsi, wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya. Allahu thot ja kom bo për obligim mi dasht ata të cilët duhen për hir time. Vëllazër, di çka është me dash Allahu. Allahu kur doje, Allahu e ban që me laçet me dasht. Allahu e ban që njerëzit me dasht. Dashnia e Allahut, me dasht Allahu nuk shikon vetë se Allahu shka do. Nuk dëgjon vetëm Allahu shka do. Nuk hec vetëm ku Allahu do. Me dasht Allahu nuk është diçka e rastësishme, vëllazër. Me dash Allahu është diçka e madhe që njerëzit investojnë me i dash lideri. Vesh me i dash, japin pare, japin sen, ti se afër atij.
me dosh Rabbul Alemini asini më i madh, me bo me të përmenë Allahu të Gjibril a.s. Ja Gjibril, inni uhibbu filanen, o Gjibril, unë pe du filanin, duj edhe ti. Pasaj Gjibrili i thret banor të qiellit me laçet e tjerë, thot Allahu pe don filanin, duhen edhe ju. Ja fillojnë me laçet tjera me dasht. Pastaj ja fillojnë me laçet me zbrit dashnien tokë. Kjo merite madhe, o vëllezër, nuk ka diçka dytësore. Andaj dhe pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam i vestojnë në këtë dashni të sahabët ridwanullahi alehim ejma'in. Një ashtu vëllezër, prej dashnisë për hir të Allahu te bareke ve teala është Allahu kam i dasht ato. Prej dobive në këtë hadith të stacioni i parë të dashnia për Allah, Allahu kam i dasht. Tha Allahu në suret Maryam ajeti 96, innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu widda. Me të vërtet, ata të cilët besun dhe veprun vepra të mira, Allahu do t'ju bëjë atyre dashuri. Kanë thonë ulemat, çka dashnia e Allahut? Ka thonë se Allahu i don dhe i bën të dashur te robërit e tjerë. Një ashtu, vëllezër të nderuar, Abdullah bin Mesudi radiallahu anhu ka thonën, kush është ai i cili don rizalila për Allah? Tha ai i cili kur mungon vetë për ti, kur mungon të arun namuzin, kur mungon të arun emrin, kur mungon të arun pasurin, që kitë do për Allah. Edhe në qo se trupi jote dhe trupi ati nuk është afer. Dashnia për Allah është që ta plotson imanin. Tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, men ahabba lillah, kush don për Allah, urrejn për Allah, jep për Allah, indihmon për Allah, jo unë të kam interes, tha faqad istakmala al-iman, e ka plotsu imanin. Domthon dashnia për Allah ta plotson imanin. Andaj vëllazër, në këtë dynjë shtohet dashnia edhe më shumë për njëri tjetrin, ndërsa për në ahiret njerëzit kam i thirrë Allahu dhe kam thonë, ku janë ata të cilët janë dashur për hir time, të fusën hijen time. Allahu subhanahu wa taala i thret. E shka janë gjonat të cilët na ndihmojnë mu dash me shoqin. E para punë vëllazër është përhapja e selamit. Me përhap selamin është alamet dhe shenjë që na shtohet dashnia. Moj e men, kur mungon selami, mungon përshëndetja, atër në ato momente fillon urrejtja. E di ku nuk japë në selam ne? Vetëm jo muslimanit. E dini në islam, ku nuk i ti ipët selam? Vetëm ati të cilët nuk ka musliman. Parëm në kalojnë dy musliman, ko ishi, baba ki edhe në gjami, këshiren me qere. Edhe ndodhë kjo, për fat keqin tek ne. Don edhe kur hin me, domthon njënin gjatë njënin shmaj që mos japin selam. Ndoshta janë edhe nga familja e njëjtë, janë nga shtëpia e njëjtë, mi për fat të keqin nuk e kanë. E përshëndetja, selami e shton dashninë o vëllazër. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çoni salavat e pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Tha la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. S'keni për të hyrë në xhenet derisa të duheni. Më falni, derisa të besoni. Walan tu'minu hatta tahabbu. Nuk keni për të besu derisa ju të duheni në mes veti. Ala adullukum ala shay'in idha fa'altumu tahabbtum. Atë ju tregoj për diçka nëse ju e veproni, kam ju shtu juve dashnia, thanë shka afshu salama bainakum. Parapne selamin mesin e juaj. Kjo është domethënë puna e parë, e cila na ndihmon me na ushtu dashnia, selami me parap. Selami me parap edhe ndaj atij shka e nje, edhe ndaj atij shka se nje. Sot për fat keqin selami i jepet rrallë herë fi sebilillah. Rrallë herë i jepet jashtë i njëjtit xhamat, i njëjti mendim, i njëjti njëri. Domthon dush u kon kallopin ai shka e do që ai me ta pranu dhe me ta dhon selamin. Për ndryshe ai s'ta pranon selamin, Allahu na falti ya rabbil alamin. Dy vëllazër që na shton dashnien, element që na shton dashnien është me dhon dhurata. Ne hoxhallar se domos kanë herë idenë shumë më shumë xhamatin kush na jep dhurata, edhe na kujtohen apo kupton. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha në hadith të vërtet, tahadu tahabbu, jepni dhurata ju shtohet dashnia. Me dhon dhurat vëllazër kanë nuk ka vetëm ajo materiale, se doshta pak as me bë hajgare. Nuk është vetëm aspekti material. Dhurat kanë ardhur të dikush është me shku me vizitu fi sebilillah. Me shkue mi ia tregu hallin, ndoshta që ai e ka ti mi ia tregu që mi thon nuk është me çaçë e madhe, mos e ban. Allahu ka me të ndihmuar këtë hall çka e ki. Kanë ardhur dhurat është dikush i vëllazër prezenca jote. Dikush nuk ka nevojë për parë, nuk ka për
parfum, nuk ka për diçka. Ka njerë vetëm prezenca jote. Edhe pse edhe mi çu diçka shtohet dashnia. Sidomos kur me dikoni nuk i ki muhabetet mirë, që e bën një misk, që një ambëlsini diçka, i shtohet dashnia dhe respekti në mes veti. Tre vëllezër që na ndihmon me na shtu dashnien është mi tregu njerëzve që e do për Allah. Mi tregu dikujna që e do për Allah. Subhanallah. Është punë e madhe vëllezër. Mi tregu dikujna mi thonën që transmeton Enes ibn Malik radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kalu një njeri dhe i ka thonën ja Rasulullah unë e du çeta. Enesi i ka thonën ka kalu një njeri i ka thonë se ja Rasulullah çet njerin e du. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Enes a e ki lajmëru këtë njeri që ti e do për Allah? Tha jo ja Rasulullah. Ta shko lajmëroje. Kjo është tonë dashnia vëllazër. Selami, hedia dhe me i tregu njerëzve që ti e don për hir të Allahu te bareke ve taala. Andaj me dash dikam për Allah, domethënë ti edhe kur të mungojaj, edhe kur ti se prezantaj, ti vazhdimisht mundosh me dëgju. Bile me Ibn Qayyim rahimullahu ka thënë kështu ka thonën, shoqënia për hir të Allahut nuk do të thotë më kon vazhdimisht bashk, me lut letra bashk për Allah, karta, me lut sha, domina. Jo, kjo nuk ka për Allah. Kjo me u të pa një vreme. Për Allah është me kujtu Allahun. Për Allah është me shku me vizitu dikan fi sebilillah. Ki mor vesh i ka vdik dikush, ti shkon fi sebilillah me a ik një mal. I thu Allahu rahmetin, Allahu e qovë në gjennet. Kjo fi sebilillah. Fi sebilillah është vëllezër me shku e me vizitu dikanin kura i smut. Nuk e njen, nuk i interes. Fi sebilillah, pësa musliman. Edhe ti shkon edhe jep selam, selam aleikum, Allahu të sharoft, Allahu të largof këtë breng, këtë mërzi. Kjo fi sebilillah. Fi sebilillah vëllezër është shumë e madhe, më shumë se ne e kuptojmë. Allahu na bëj për atyre të cilët duhemi fi sebilillah. Andaj edhe për me tregu haket që i ka një njeri ndaj vllaut vet. Një njeri që i ka haket ndaj vllaut vet, vëllezër është mu ul për Allah. E para është mu ul për Allah. Don me tregu me fjalë më të thjeshta, me dash dikam për Allah, që mu realizu që kjo pas ka sebepe. E tash shka janë alametet, shenjat e saj, e para vëllezër kur takomi me bo muhabet për Allah. Me bo muhabet për Allah. Me kujtu Allahun, sa ki lexu Kur'an, sa ki çu salavat me pejgamberin e selam, sa ki bo dhikr, që kjo është alamet që ti je duke e kujtu Allahun te bareke ve taala. Andaj në hadith tregon Ebi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu se ka dal një ditë Muavija radiallahu anhu në xhami. Dhe ka thonë, pse jeni ul ju kështu? Than, jena ul duke përmend Allahun. Për një me tha për Allah i një ula. Tha, vallahi vetëm për Allah i në ulen. Tha, nuk kini pas dhe një interes tjetër që një ul? Tha, po. Atër tha, subhanallah, pasha Allahun e madhë. Unë e baj beje se Allahu subhanu wa ta'ala lavdrohet. E kam dëgju pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam duke thonë se Allahu lavdrohet me robrit të cilët ulen dhe përmendje me një mezhlis Allahun te bareke wa ta'ala. Dy vëllezër, jeta e kësaj dunjoje është merre dhe jep. Andaj kur të kesh fi sebilillah me shku me vizitu dikanin, domthon mi i dhon diçka në atë aspektin e ahiretit edhe të dunjojës, po njëjtën kohë ai me dhon. Kjo është fi sebilillah. Kur shkosh te dikush me vizitu fi sebilillah, ai me ta dhoni dhurat, ai me ta dhoni sen, shtohet dashnia dhe vizita. Tre vëllezër është fi sebilillah me këshillu fi sebilillah. Muslimani për muslimanin është si pasqyrja. Për fat keqin sot neve me na këshillu dikush, neve na me të hatri. Nuk na bëhet qefi me na këshillu dikush. Edhe me njerë hidhromi, ndërsa pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam tha, muslimani ndaj muslimanit i ka 6 hake, një ndër ta tha, kur të kërkoje prej teje këshill me këshillue. Andaj edhe është një rast shumë interesant që të peceki. Shkon Selman el Farisiu me vizitu vllaun e vet Ebu Dherrin në shtëpinë e tij, për arsye se ishin shok. Kur shkon e shek grujen Ebu Dherrit, jo të stëlisur, jo të heshume. Këtu kanë thonë ulemojë në shpjegim të hadithit, e dini pse e ka pa. E ka pa se halos ka zbrit ajeti i hijabit. Andaj e ka njoft edhe e ka pa. Kush Selman el Farisiu? Njëri ja banxhi për grujen e huj, mirë po ka pas vllazëllëk. E ka shku e ka vizitue. Kur e ka vizitu Ebu Dherrin, e ka pa grujen e Ebu Dherrit jo të stëlisur, jo të heshume.
Kom pse ti nuk je i veshur mirë? Ka thonë vallahi vllau jot, don Selman, vllau jot Ebu Dherri e ka bë talak dunjon, s'po interesohet për dunjon. Don nuk ka epsh ndaj grujës, ja i është dhënë ahiretit. Çto të nasihati domethënë. E i tha atëre shka puna, tha vallahi as nuk e punon orën, as nuk ban kur gjon, tha vetëm punot ibadet. Kur erdh Selman el Farisiu, më falni, kur erdh Ebu Dherri, Selmani ishte në shtëpinë e tij. Edhe pe gostit, minjer është edukat, kur të vere musafiri, mi qit buk, s'prish pun, çfarë do koft. Edhe i qiti buk. Selmani i tha Ebu Dherrit, ule dhe ha edhe ti, po tha jam ma xharushëm. Tha vallahi nuk ka une deri sa ta ish edhe ti. Wallahi une nuk ka deri sa ta ish ti, o Ebu Dherr. Isha xharushëm, çfarë xharimi? Xharim nafile. Kur është xharimi nafile, mesele lejot me prish. Agjerimin kaza, agjerimin e Ramazan nuk lejot me prishën. Agjerimin nafile ka ulemat që ka thonë lejot me prish dhe e ban kaza, do ka thonë nuk prish punë, se nafili është ti e miri vetë vetës. Edhe ma e sakta është që njeriu lejot me prish agjerimin nafile edhe pas sebeb dhe nuk ka gjuna. Me bo me vazhdu ka sebab, me bo me prish nuk ka gjuna. Ebu Dherri e prishi për hatër të vllaut vetë, e prishi Ramazanin, agjerimin i Ramazanin, nafile. Kur erdh nata ron me pushu të ditë, se ishin shok, ron me pushu, dhe filloi në pjesën e parë të natës, dashti Ebu Dherrit ngritet me fal namaz nate. Selman el Farisiu e nari, pusho. Erdh pjesa tjetër e dytë e natës, dashti ngritet, Selmani nuk e lejoi, ta pusho. Kur erdh pjesa e tretë e natës para sabahut, Selmani tha tash ti çu bashkë çu me mu falën. E këta shkoj dhe ja rafeu, ja të regoj Ebu Dherri radiallahu anhu pejgamberi tonë s.a.s. Po para se me shku ja tha dëllafe Selmani, i tha familja jote ka hak, trupi jote ka hak, Allahu ka hak, jepi atë zëkuj hakun e vetë. Hadithin Sahih Bukhari. Edhe shkoj Ebu Dherri dhe i të regoj Muhammedit a.s. Ja Rasulallah, Selman el Farisiu sumla me mojt Ramazan, Selman el Farisiu sumla mu quta natë mu falë. Tha vallahi të vërtetën ta ka thonë edhe shko si pas këshillave të ti. Kjo është kur dikush do në fi se belila. Qëti ti je duke një të largë gryjes tane, familjes tane, munot me të këshillue. Kjo që do dikush fi se belila, ta të rejsh vëretjen, o ti do ma qenë. Ki frikën Allahut, mos i ban familjes tane zullum, mos rinatën tepër, mos ban bela, mos ban sprova. Ama i cili nuk do fi se belila ta rejsh shpinën, shumë mirje. Vazhdo se kështu duhet. Allah na përmisoft ja Rabbil Alamin. Një është vëllezër, ata të cilët vizitohen, prej alameteve që i të dosh dikam për Allah, e viziton fi sebilillah. E pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam po thot, që ka thonë Allahu te barek dhe në hadith, ju është bon për obligim dashnia jeme atyre të cilët duan për hir të Allahut azza wa jall. Andaj vëllezër, kjo histori e bukur, kjo histori e mirë e këtij personit, këto stacione që unalat e para që ke me dash dikam fi sebilillah kana vlerë madhe. Allahu don pas kanë nxit pejgamberi alayhis salam format se si me dhon selamin, po të shtoj ka dashnia, me bë me dhon hedije, po të shtoj ka dashnia, me bë me vizitu, po të shtoj ka dashnia. Krejt këto janë te pika e parë. E ki njeri vëllezër pas ka vendos me shku me vizitu fi sebilillah. E kush pas ka dal me laça? Me laçet mane men nuk dalin në syret të vërtet të vetin vetëse kur të vdese njeriu. Pejgamberët i shofi me laçet në syretin për një me. Sikur pejgamberi unë alayhi salatu wasalam që e ka pa Hazreti Gjibrilin kur i ka shpallja. Ama Gjibrili shpesher ka ardhur te sahabet në formë të njeriut. S'ka ardhur në alamet të melaçës, në paraftirim të melaçës. Kur do t'i vere? Do t'i vere në momentin e vdekjes. Allah na mësoft inshallah me kollaj ya Rabbi. Me fjalën la ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah. Ka thonë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, vjen me laçet për njerin e mirë mishdhëdhënës. Vjen me qefin të bardhë, me aromë të xhenetit. I vjen te koka dhe e mbështesin nga trishtimi. Dhe vjen me laçe e vdekjes me amor shpirtin dhe thot, o shpirti i mirë, eja dhe dilte Zoti jot i cili nuk është i hidhur me ti. Ndërsa ai i cili është i hidhur Allah me ta Zot na ruaj, ati i vjen me laçe të trishtuar me një qefin, ftyrzi. Dhe i vini thënë ati, o shpirti i keq, eja dhe dil të hidhrimi i Zotit për arsyet se nuk e ki njohë dhe nuk e ki dasht.
E këtu me laçet vëllazër, po vi kanë syretin e vet që i ka kriju Allahu. Ndërsa këtu tek njeriu e shohna që me laçja pas ka ardhën në formë të insanit. E ku ka ardhur çfarë etape? Në etapën duke hip tenalt. Këtu njeri lodhet. Shpeshherë dikush thot, a beson sa të më vizitu dikush, ka thonë, e dini çka me vizitu di kam fi sebilillah. Ai i cili nuk të vjen. Ai i cili nuk të vjen, që kjo është me dash di kam fi sebilillah. Ka naj punë marrçi e tu uksen, jo minjer me sulmu. Kjo është dashnia fi sebilillah. Andaj pika e parë vëllazër te ky stacion është që me kuptu që me laçet nuk vinë siret të vërtet të vetin, po vinë siret që ka kriju Allah. Në shohë se dhe dikush e kom pa Gjibrilin a.s. që shtu më duk di që janë rrejnë. Nuk mundet kërkush me pa. Asni me laçe. Ju ka paraftiru ndë një shejtane menon që është me laçe. Mi paralisht me laçet nuk vinë në siret të asni njeri për postën në momentin e vdekjes. Allah në përmisoft tjera bëllaremi. Një ashtu prej shenjave të vllazëris që i ka të ki hadith në almi, se me laçja e paska veti ka thonën muski ndo një interes. Muski ndo një interes. Nëse herë kina interese të më thonë për dikanin, kër e vizitojmë, kër e shofna, do nuk e kina fi sebilillah, e kina vetëm se me te i kalu kohën, te pa një vreme, ama e bajna për Allah, e Allahu edhin e bajna për Allah. Andaj kjo tregon këtuna që ai cili e don për Allah, për arsye se shemë dhe më të mire kemi shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët sakrifikun, të cilët ipshin më të shtrenjtën, të cilët kënë gjendje me dash shtëpijën për gjys, me dhonë njëni një nëndruje, dëmon, vetëm me manifestu dashnijën për Allahun të barëk o tala, që shëcej ka pak ma herët rasin e Selmanit me Ebu Dardan, falni, jo Ebu Dherrin, me Ebu Dardan radiallahu anhu. Dhe ne duhet me kuptu një gjamë, që me dash dikonin për Allah, Allahu që ka krijesat më të mëdhoja me laçet, subhanallah. Me që Allahu me laçën, me të lemru që Allahu don, është punë e madhe. Me që Allahu me laçën, që Allahu don, është punë e madhe. Që është transmetohet që Ka'b ibn Malik radiallahu anhu, ka ardhi, ka thonë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, ja Ka'b, Allahu më ka thu selam, me thonë ti, me lexu filan surën. Ka'b, ja Rasulullah, Allahu ka thonë mu, më ka përmejnë me emra. Ka thonë, po Allahu të ka përmejnë me emër. Ja ka nisë me kajtë. Përna Allahu me quni me laçe për ti. E dini kur e qënë Allahu të barëk të lani me laçe për mu dhe ti? Tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, ku shkon me vizitu një vllahun e vetë fi sebilillah, Allahu e qënë një me laçe dhe thot, t'lum dhe t'lum shinkam dhe meritofsh një vend xhennet. T'lum dhe t'lum shinkam dhe meritofsh një vend xhennet. Lumi ai i cili e përfiton këtë epitet nga anë Allahu te bareke o taala. E qish me fitu dashnin për Allahun subhanahu wa taala vëllazër, cili është shpërblimi që neve me na nxitën, Allahu madhnia Allahu t'ja paska bo obligim. Kush e don dikonin për Allah, Allahu me dash. Dy vëllazër, është ndjenjë e besimit, është amëlsi e besimit. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, do nxitja pse me dash dikan për Allah. Tha, tre gjana kush i posedon e ka arrit, kush i ka dhe i instalon e ka arrit amëlsinë e imanit. Tha, me dash dikonin vetëm për Allah dhe me urrej dikonin vetëm për Allah. Dhe me dash Allah dhe pejgamberi më shumë se gjithçka tjetër dhe me urrejt mu kthi në kufër çashtu qish ai e urrej mu hudh në zjarr. Tre vëllazër që nxit njeriu është strehimi që ka me konë në arshin Allahu te bareke ve teala në ditën e gjykimit. Për arsye se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu do t'i shtijë 7 lloj njerëzish në ditën e gjykimit në hijen e tij, dhe prej tyre i ceki 2 burra të cilët janë dash për Allah, janë bashku për Allah dhe janë do për hir të Allahut te bareke ve taala. Një ashtu nxitje tjetër është, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që Allahu i dallon këto njerëzi. Hadithin e transmeton Ebu Malik el-Ashari radhiyallahu anhu, i cili hadith është i vërtetë, tha janë do njerëzi në ditën e gjykimit, Allahu i çet do njerëzi në mesin e besimtarëve, nuk janë as pejgamber as shahida, janë njerëzit e rëndomt. Mirë po ja kanë zili, lakmojnë edhe pejgamberët edhe shahidat në afërsinë e tyre pse janë nga Allahut. Allahu i ka ofrue. E çka ndodh me ta? Allahu i vet. I ka ofru. Allahu i vet ato çka dojnë tek dojnë këtë non stop. E sahabët kanë thonë, kush janë ato o i dërguari i Allahut, çto njerëzit që Allahu i pas ka ofru dhe fol ka me to?
thënë ato të cilët janë dash për hir të Allahut, në për kultuçe të bardha, kultuçe prej drite. Njerëzit në atë ditë kur janë të friksum, ato janë në garancë, janë të rahatum. Kur njerëzit janë të trishtum, ato janë të rahatum. Thënë ata të cilët janë dash për hir të Allahut. Allah na bëj prej tyre, ja Rabbel Alamin. Një ashtu vëllezër, ti ceki disa pika nga ky hadith, pa dash me gjatë shumë. Ne duhet të ndalemi vazhdimisht te ky hadith duke pa dobit të cilët nxjerrën. Këtu janë dy sene. E para që Allahu pe doj ka njeri i cili angazhohet dhe don dikonin për Allah. E dyta vëllezër, që tu Allahu pe çoj ka me laçë. A keni bona herë para Allah çet veprim? Ai na nalun edhe ti me bë për Allah. E këta duhet me pas secili prej neve. E për me kallxu këta vëllezër, duhesh normal që me nxjerrën në praks të cilën e ban. E dobit e dashnisë për Allahun te barekallahu i ceka nga ky hadith të cilët duhet me nxjerr disa dobi, shumë shpejt do të mundona pa dash me zgjat. E para vëllezër, dashnia për Allahun subhanahu wa taala pas ka një pozitë të lartë, e cila do edhe mund, do sakrificë. Ky njeri pas ka marr udh, pas ka shku, dobija e parë. Dobija e dytë vëllezër, sa Allahu pe dalloj ka dhe po çoj ka me laçe kur dikush i dikonin e don. Dobija e tretë, është Allahu subhanahu wa taala e thirr atë të cilin a dosh për hir të Allahut. Eja dhe hinën hijen time. Kush? Çaj i cili e do dikonin fi sebilillah. Edhe dobi tjetër vëllezër, që me laçet po muj kanë më figuru në shenjtë e insanit dhe po muj kanë më ardhur mi dhon myshde. Allahu na bëj prej tyre ja Rabbel Alamin. Një ashtu edhe e fundit, Allahu subhanahu wa taala pe bëj ka që besimtari kur pe doj ka dikan për Allah, Allahu e doj ka ata, që kjo është shumë më e madhe. Që kjo është më e madhe për krejtve. Me dosh ai shka shko me vizitua normale, o me dosh Allahu, kjo më e madhe. Allah na bëftë të sinqert ja Rabbel Alamin. Allah është përbleft, shpresoj që aty ku kemi godit ka qenë mirësi Allahut, ku kemi gabu ka qenë lëshim jon. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allah nderoft. Allah të shpërblej, falënderit.